botërisht dihet që lëvizja vendosje nuk ka parapëlqim me Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe këto nuk jem shefi, asus s'kam parapëlqim. Po shumë legitime. Po, tashti, unë e di që ka pas lobing të hatashëm që me afru lëvizjen vendosje ka Partia Demokratike e Kosovës me idenë që përbashkimi dy subjekteve politike kish me kriju pra një farë koherence në ndërtimin e institucioneve edhe në kuptimin e afatgjat duke votu presidentën edhe duke kriju institucione në vend. Mirë po, mrena lëvizje vendosje në këshill tonin të përgjithshëm, pra ku është organi jonë ma i nalt, na e kemi hapa dhe si diskutim. Në herën e fundit, ku e kemi mbajt, pra aty nuk ka pas parapëlqim. Tashti, antarësia jonë, që është legjitime, është e drejtë e tyre, ka pas parapëlqim që ne të shkojmë me lidhjen demokratike. Ani pse, ta së fundmi, kemi më shumë debate, mos pajtimi me lidhjen demokratike të Kosovës. E pat fjalimin e Lumirit, e pat edhe fjalimin e ish kandidatit për kryetar të Prishtinës, i cili ishte, pra që pash ishte shumë ma i butë sa i Lumirit. Mirë po, unë po e them, me përgjithësi të plotë, që lëvizja vendosje nuk parapëlqen që të ketë një bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës. Mirë po, unë pas zgjedhjeve, ai cili e vendoste ne bashkëpunimin me secilin subjekt politik, prapë është këshilli i përgjithshëm. Dhe nëse mbrana këshillit tonë të përgjithshëm mund të ketë ndryshime, e që unë nuk e besoj, pra atëherë mund të kemi, mirë po, për mua, në stadit çfarë jemi, bashkëpunimi, lëvizja vendosje dhe PDK duket pra i pamundur. Pra i bie vija të kuqe për PDK-n? Jo, nuk thash vija të kuqe, unë thash duket i pamundur. Sepse kur thut vija të kuqe, i bie që unë artoni që tu nuk bën as më kon debat, se vijat e kuqe në trana. Vijat e ju jeni debat si oponent politike ju si po jo, a din shpreha vije kuqe çka do të thonë? Jo se di, hajt tregon. As në gjallë as në vdekun. Po. Jo s'është as në gjallë as në vdekun. As në gjallë as në vdekun. Për me shpjegu që to, vijave të kuqe është as në gjallë as në vdekun. Unë po flas që nuk ka parapëlqim dhe siç duket në sfond